Chiara Tito ka ndarë me ndjekësit një prej momenteve më të ëmbla dhe të ngrohta të kësaj vere, një foto që nuk ka lënë askënd pa emocionuar, ku fenomeni shkodran Luis Eli shfaqet në pishin duke mbajtur në duar vogëlushen e tij të adhurueshme, Luna Mari. Në një atmosferë plot diell, qetësi dhe dashuri, babai dhe vajza duken të lidhur në një moment intime që të i çon më shumë se sa një imazh i bukur, është një copës dashurie e përjetshme. Luis Eli, i cili ka ditur gjithmonë të rrëmbejë vëmendjen përmes karizmës, zërit dhe performancës së tij në skenë, këtë herë e ka bërë përmes heshtjes së një fotoje që flet më shumë se mijëra fjalë. Pamja e tij duke qëndruar i zhytur në ujë, ndërsa me kujdes dhe dashuri mban lunën në duar, është një dëshmi e qartë e rolit që ka marrë me përkushtim të plot, atë të një babai të përkushtuar, të butë dhe të pranishëm. Vogëlushja Luna, e veshur me një palë robabanje roz, duket e çiltër dhe e lumtur, duke përjetuar ndoshta për herë të parë emocionin e ujit në praninë mbrojtëse të babait të saj, që për të është bota mbar. Komentet në rrjetet sociale kanë shpërthyer menjëherë pas publikimit të fotos nga Chiara, ku ndjekësit kanë vërshuar me fjalë dashurie, përgëzime dhe emocione për këtë pamje kaq të rrallë dhe prekëse. Foto e vitit, ky është dashuri e pastër, të dy rezatoni dritë, ishin vetëm disa nga komentet që shoqëruan këtë publikim që u bë menjëherë viral. Chiara, me natyrën e saj të ndjeshme dhe fine, ka ditur gjithmonë të ndajë me publikun momente të veçanta, por këtë herë ajo zgjodhi të tregojë një realitet të thjeshtë, por me një peshë emocionale të jashtëzakonshme. Një baba që mëson vajzën e tij të vogël t'i besojë botës përmes një zhytjeje të parë në ujë. Me këtë postim, jo vetëm që sjell një imazh familjar të përsosur, por edhe një mesazh të fortë për rëndësinë e kohës së kaluar me fëmijët, për lidhjen e babait me vajzën, për paqen që sjell dashuria e pastër dhe e pakushtëzuar. Luis dhe Luna janë kthyer në simbol të një marrëdhënieje të shëndetshme prindërore që nuk njeh famë, kamera apo tituj, është thjesht dashuri, ajo që mbetet përjetë në kujtimet e një fëmije. Dhe për publikun që e ka ndjekur këtë çift që prej fillimeve të tyre, është kënaqësi të shohësh se si historia e tyre është kthyer në një realitet të bukur familjar që frymëzon.